Pogradeci nuk është vetëm qyteti i liçenit, nuk është vetëm qyteti i prifejve të letrave shqipe, i Lazgushit dhe Mitrushit. Pogradeci është dhe qyteti piktorëve. Në fakt janë me 10 piktorë të cilët vazhdojnë edhe sot e kësaj dite të japin kontributin e tyre në artin dhe kulturën pogradecare. Ka disa prej tyre që janë me emër dhe sigurisht i bëjnë nder një qytet si Pogradeci fal punës, ekspozitave dhe pjesëmarrjes që bëjnë ata në kolonitë ndryshme. Pogradeci është i njohur gjithashtu edhe fal punës së shumë të mirë që bëjnë ta piktorë ndër vite dhe në vazhdimsi. Sigurisht që ka edhe breza të rinj të cilët vazhdojnë këtë lloj tradite nga më të vjetrit, duke marrë dhe mësuar nga më të vjetrit dhe që edhe në ditët e sotme vazhdojnë ta bëjnë këtë lloj pune. Akoma më e bukur është kur në rrugët e qytetit të Pogradecit ti mund të gjesh piktorë dhe sigurisht ekspozita në natyrë të cilat janë të vendosura me imazhet më të bukura të një qyteti i cili ndër vite është transformuar nga një qytet me lagjet e vjetra dhe me ato shtëpitë e vjetra në një qytet i cili sot është pak më agresiv sa i përket pjesës së pallateve të mëdha, por që ata të cilët e kanë ruajtur më së miri në kujtesën e tyre dhe në skicat e tyre të vjetra Pogradecin janë pikërisht piktorët, të cilat këto skica të bëra qyshse në rininë e tyre, ata i risjellin sërish sot në formën e një pikture dhe me më shumë ngjyra, çka bën që njerëzit të jenë shumë të interesuar për to, për atë Pogradec, për atë Poradec të vjetër dhe sigurisht që ta marrin, ta blenë dhe ta kenë në shtëpinë e tyre. Unë do t'jem pas pak në ekspozitën natyrore të vëllezërve Laraku, të cilët prej shumë vitesh tashmë dalin në natyrë dhe ekspozojnë punët e tyre për gjithë qytetarët, për turistët vendas dhe të huaj. Sigurisht që bëhet edhe shitja e pikturave, por më së shumti është një lloj promovimi i cili bëhet punës së tyre dhe që realisht ka dhënë një impakt shumë pozitiv, sidomos në periudhën e sezonit turistik tek turistët vendas dhe të huaj. Në këtë ekspozitë natyrore ka mundësinë çdo kush që të shijojë pamjet dhe ngjyrat fantastike të peizazhit të Pogradecit, të cilat sillen me mjeshtri nga dy vëllezërit pogradecar, vëllezërit Laraku në këtë rast, dhe që me mjeshtrinë e tyre sjellin ato ngjyrat dhe ato momentet shumë të bukura të Pogradecit, të cilat shumë pak sot i gjejmë në rrugët e Pogradecit dhe sidomos në lagjet e vjetra. Kjo është e gjithë ekspozita e cila qëndron e hapur nga mëngjesi deri në mbrëmje, pothuajse në 3 deri në 4 muaj gjatë periudhës së sezonit turistik. Është falas për ata cilët nuk duan të blejnë, por që thjesht duan të kundrojnë dhe të shikojnë pikturat. Pra është një lloj galerie natyrore pa bilet në këtë rast, ku ti ke mundësinë të shijosh Pogradecin. Në fund nëse ti vendos sigurisht për të marrë diçka, jeni të hapur për ta bërë diçka të tillë. Pas pak unë do të flas me të dy vëllezërit, do t'i pyes ata rreth kësaj ideje për këtë galeri natyrore, por mbi gjitha edhe për jetën e tyre artistike, se çfarë kanë bërë për t'na treguar diçka më tepër rreth tyre. Prej sa vitesh ushtroni, le ta quajmë, zanatin e piktorit? Unë kam gati 45 vit që ushtroj këtë profesion. Ju nga jeni me origjinë? Neve me origjinë jemi nga zona e Mokrës, nga Ushteqa, dhe i kemi kohë të vendosur në qytetin e Pogradecit. Gjyshi tonë ka erdhur që kur babaj tim ishte 14 vjet. Pra ti vetë ke lindur dhe i rritur? Unë vetë kam lindur dhe jam rritur në Pogradec. Si erdhi kontakti juaj i parë me pikturën? E kishte që të vogël apo gjatë rrugës kur ishte në shkollë? Me pikturën kontakti im ka erdhur që kur kam qenë i vogël në Kopësh. I kisha qef filmat, kishim një kinema të vjetër këtu në Kinopojska, edhe na çonte babai tonë gjithmonë që shikonim filmat, dhe kur vija në shtëpi pasaj me imagjinatë mundosha që të merrja fletën që të vizatonja figurat që shikonja ati që me emocionojnë në atë kohë. Ishte atëherë. Po babai ton ka lexuar shumë libra, ka qenë miku i librit në kohën e tij dhe gjithmonë tregonte libra që lexonte, na i tregonte në familje neve që diskutonim, dhe unë jam rritur me frymën e kulturës në shtëpi. Megjithëse ishim në një familje punëtorësh në atë kohë. Pasani me kalimin e viteve që u rrita pak, fillova të vinja në kursin e pionerëve, që ishte shtëpia e pionerëve në ato, ajo ka qenë rreth nga klasa 5, i bie gati
12-13 vjet i bie. Ndoqëm kursin atëherë në atë kohë dhe pasaj konkuruam në liceun artistik për pikturë. Gjatë periudhës të shkollës apo të kampit pionerëve? Kam pasur pasion, po kam pasur profesorin Jovan Mishën, kemi pasur ne që drejton në kursin e vizatimit nga vitet 70 e ca kështu, 75-76, kjo periudhë ka qenë. Profesor në periudhë jepi në orientime, në mënyrën... Profesori në pregatiste që neve të na orientonte dhe na mësonte teknikat që neve të arrinim të fitonim konkursin, pasi shkollat ishin me një konkurs tepër rigoros në atë kohë. Sa fëmijë ishin në familje? Ne ishim 3 fëmijë në familje, 3 vëllezër. Vllai i madh, unë jam i mesmi, kishim dhe një vëlla të vogël. Por që kur isha në shkollën 8 vjeçare, e kisha ndarë mendjen që o do besha piktor, o nuk do përnoj asnjë profesion tjetër. Ti më thej që prindërit e tu ishin punëtor, po ata çfarë mendonin për këtë gjë? Punëtor, ata e kishin shumë e qef që Ku punonte babai? Babai tim ka punuar fatorină. Me autobusa, nena ka punuar pastruese në për kuzhinë, ndihmës kuzhinere. Po, ata nuk e kishin problem që ti të bëhesh piktor pavarësisht se mund të donin që të kishe një zanat tjetër. Kishin dëshirë që ti të kishe Jo, ata kishin dëshirë, me qenë se e parën që u kisha pasion dhe më nxitën dhe më ndihmuan nga ana financiare, megjithëse aq kishin mundësitë atëherë për unë të bërë një piktor. Dhe jo të merr një drejtim tjetër. Ju ishit 2 vëllezër, 1 motër apo 3 vëllezër? Ne jemi 3 vëllezër. Po vëllezërit e tjerë çfarë bëjnë? Vllai i madh u bë mekanik dhe shofer, vazhdoi me shkollë shofer. Ndërsa vllai mi vogël kastrioti u bë piktor. Si ty? Si mua. I frymëzuar nga ty? I frymëzuar nga mua. Kishte diferencë, sa është diferenca? Diferenca kemi rreth 10 vjet diferencë. Pra duket se ai unë ka gjatë pasur kohës isha në shkollë, po. E nxita dhe më shumë që të vazhdonte. Megjithëse ai vazhdonte, kishte qenë dhe futbollin, po si përfundim vajti në shkollën e pikturë. Ti më thej që shkoje te kinoklubit dhe frymëzohesh nga figurat e tjera. Mban mend të tjera disa piktura të tua të parat që kanë qenë dhe ku çfarë të pëlqente më shumë të vizatoja? Piktura e parë që ka qenë faktikisht është që kam bërë me ngjyra. Kemi pasur diku këtu një dyqan parfumerie, edhe me ato pak lekë që mblodha, vajta bleva një bojë të kuqe, se nuk arjen do të merr një gjë tjetër, dhe vajta në shtëpi, i vogël, me gishtat e dorëve piktorova petalet e interdofili. Kjo është domethënë indicia e parë e punës që unë bëra punën e parë në pikturë. A ke atë punën? Isha, apo jo, nuk e kam atëherë, se fatkeqësisht ishte në xham. A ishte në xham? Nuk e kam marrë po. Pastaj kam disa punime të vjetra, të vitit të 76 që janë të punuara me ngjyra vaj, që pa arritur të vinim në shkollë, po punonim atë në kursin e vizatimit. Kam disa punë që i ruaj në fondin tim privat të pikturave. Në çfarë viti konkurove për lice, sepse flasim për një periudhë ku në komunizëm nuk ishte shumë e lehtë fitoje një bursë? Po jo, shkolla tonë ka qenë tepër e vështirë. Neve nga 26 veta kemi dalë vetëm 2 veta në ato ditë që konkuruam neve, se konkursi zgjasë 7 ditë. Në një ditë që konkurova unë, domethënë ishim 26 veta, dolën vetëm 2 që zgjitin. Ishte një konkurs shumë rigoros. Ti kalova me të parë? Unë kalova me të parë, në fitova konkursin. Mban mend pedagogët e tut liceut? Pedagogët po i mbajmë. Ne vitin e parë kam pasur mësues kujdesar piktorin e nderuar Skënder Lakon. Pastaj vitin e tjerë kemi kaluar me profesorin Bujar Zelan, që na jepte lëndën e vizatimit dhe të pikturës. Ndërsa grafikën na i ka dhënë Bujar Zajni. Çfarë ndodhi pas liceut? Mbas liceut kemi punuar një pjesë të kohëve në për fshatrat, kam punuar, mësues kam punuar, një pjesë kam punuar në për shtëpitë e kulturës që ishin atëherë. Pak më vonë punova në Gurit Kuq si piktori e Kurudhët. Pastaj kam kaluar në piktor i lirë profesionist, kam punuar domethënë vetë. Kryesisht në cilat fshatra ke qenë mësues? Po në Vërçun. Në Vërçun. Kam qenë në Vërçun. Kam qenë, pak kohë kam qenë në Pleshisht. Edhe pasaj kam
punuar në Gurë të Kuq. Fakt, Vërçuni nuk është se ka shumë piktor, por është ideale aty, me emrin Yzo që ka bërë disa punime. Po tani nuk e di se Po nuk ka qenë një periudhë thënë. bëhet mafi për në 84, 85, 86 që kam qenë dhe mbase ky ishim më vonë, shumë nuk e kam arritur. Kur shkëputet totalisht nga punët që bëjë në shtet për të kaluar si profesionist i lirë? Nga punët që bërë në shtet që nga 90-ta që filluan u mbyllë e kurudha, shamull dhe atëherë pastaj kaluam në mënyrë që do mundoshe që të mbijetonje. Që do të thot, ti ke gati 35 vite që je Gati profesionist i 35 lirë. vite që merrem vetëm me pikturë. Pse nuk filloi të vazhdoj mësuesin? E le fare dhe mësuesin? Po nuk e vazhdova, më pëlqente më shumë piktura, se në pikturë duam të jemi një çik të pavarur, të lirë, tha. Pa çka se ndonjëherë dhe me kosto, kjo. Jam i qartë, atë do thoja. Po. Ja vlen, në kuptimin të lëm punën dhe shtetin, pra ke lënë një rrogë të bazë, të përmuajshme për Faktikisht, punuar dhe për shitur në këtë. Kur e fillova pikturën nuk mendonja se do isha i pasur. Domethënë e ka filluar thjesht pikturë për pasion, nuk ka menduar fare se mund të bësh i pasur. Domethënë kjo është një pasuri shpirtërore që më ka dhënë më gjatë gjithë jetës dhe kjo më ka mbajtur lidhur me qytetin e Pagradesit. Se po mos kisha këtë profesion, do kisha ikur ndoshta në botë, do kisha bërë diçka tjetër, po nga që jam shumë i apasionuar mbas qytetit tim, nuk mund të iknja dot, se po të iknja do të linja profesionin tim. Edhe prandaj ndodhem në Pagadez. Çfarë piktorit të cilësoj? Përgjithsisht piktorët e kanë një drejtim të tyre, Unë zakonisht jam piktori i peizazhit, jam piktori midis realizmit dhe impresionizmit. Domethënë deri në këtë fazë kam kaluar artin tim, deri në impresionizëm. Kam eksperimentuar dhe teknika të tjera, moderne, por nuk jam ekspozuar shumë me teknika, dhe ruaj gjithmonë teknikën e impresionizmit, e cila është teknikë që njihet nga populli i gjerë, domethënë është më e lexueshme për popullin e thjeshtë. Përgjithsisht peizazhi ka qenë shkak Pogradeci që se unë shoh që edhe në punimet tuaja dhe këtu në tekst janë përgjithsisht Pogradecet. Në përgjithësi Pogradeci domethënë të le piktor peizazhe në përgjithësi. Unë jam peizazhisht më shumë që megjithëse ne i bëjmë gjitha teknikat, se kemi mbaruar shkollën e për... Po, aty ku s'ta haqeni shkopin është tek peizazhi. Kryesisht peizazhin kam me pasion që e punoj. Po, profesor, po me fëmijët keni punuar për t'i mësuar kështu kurse që bëjnë përgjithsisht piktorë? Unë kam edhe në kursin në shtëpinë e pionerit gati për 10 vjet, se kam diku studion aty afër, që më ka dhënë bashkia një studio që punoj në qendra kulturore e fëmijëve dhe prej 10 vite kam zhvilluar kursin e vizatime dhe kam çuar shumë nxënësa në shkollë, që kanë vajtur për pikturë, për stilist mode, për dizajn grafik. Domethënë mund të llogaritën rreth mbi 20 nxënësa që kanë vajtur në shkollë. Ka prej tyre që janë sot në treg? Në treg ka për tyre, po një pjesë kanë ikur jashtë, një pjesë janë nga Tirana që punojnë. Ti nuk e bën më atë? Jo, tani nuk e bëj me, se nuk kam nxënësa shumë. Po dhe nuk e kohë kam përshtypje. Po kam një 2 nxënësa e kam prapë që i mbaj dhe këtu në natyrë kur punoj. Si e zgjedh peizazhin ti për ta? Domethënë si të godet që shko, të këndin këtu dhe këtë momentin duhet ta pikturoj. Peizazhin unë në rreth të parë nisem nga drita. Nga drita, sepse Pogradeci po ta avemre ka një dritë të veçantë. Domethënë që nuk e ka qytet tjetër. Dhe prandaj ne na quhet liqeni ton, se këta e merr dhe nga liqeni, mënyra se si thyen rrezet e diellit krijon një dritë pogradecare i thimin neve. Dhe në rast se nuk arrin do ta pikturosh dritën, nuk ke pikturuar Pogradecin. Domethënë kjo më frymëzon më shumë anë e dritës, si godet drita. Zakonisht punoj në orët e para të mëngjesit, kur drita është maksimale, filloj punën rreth nga ora 10, edhe deri nga ora 1, deri nga ora 2, që është drita që më pëlqen më shumë për qytetin tonë. Këtë kam preferuar gjithmonë. Çfarë të pëlqen më shumë? Liqeni, Mali That, Dimri, Vjeshta? Më pëlqejnë pothuajse gjitha fenomenet që ka Pogradeci. Për
arsye duke filluar që nga liçeni, që nga Malithatë, ato janë të ndërthurura me njëra tjetrën. Se për shembull të pëlqen Malithat, po Malithat ka reflektimin në gjol. Kështu që detyrimisht do të pëlqejë gjoli. Pastaj për të krijuar ambientin e njerëzve do t'i vendosësh dhe njerëzit, do vendosësh dhe elemente të tjerë plotësues për të plotësuar një peizazh, jo varkat, jo njerëz, që të krijohet të bëhet sa më e gjallë. Gjithmonë duke ruajtur dhe dritën e qytetit. Dhe puna në fund të jetë një pikturë emocionuese. Mos jetë një pikturë në mënyrë e kopjuar në mënyrë fotografike, po të ndjejë dhe emocioni i artistit. Edhe këtë emocion ta ndjejë dhe shikuesi që shikon. Shoh që në pjesën më të madhe të pikturave të tua, ti ke evituar këtë agresionin e betonit në qytet. Pra shoh, nuk ka pallate në pikturat e tua, ka varka, ka liçen, janë disa zona të vjetra, që janë ato shtëpitë vjetra të dikurshme të Pogradecit. Është diçka që ti e bën me qëllim. Unë këtë punë e bëj me qëllim, për disa arsye të thjeshta. Sepse në radhë të parë duke pasqyruar ndërtesat e vjetra të qytetit, të tregoj për etnografinë e Pogradecit tonë, për lagjet muze, edhe gjithmonë e pikturoj dhe Pogradecin e vjetër. Sepse një pjesë ka nostalgji, se janë rritur në Pogradec, dhe janë Pogradecarë, edhe ka qep që të blej dhe lagjen e ti që ka. Domethënë janë zona muzeale të shpallura dhe unë jam munduar që i kam interpretuar në art. E kam pasur si qëllim në vetvete që Pogradecin ta pasqyroj, domethënë me ndjeshmëri dhe me dashurinë më të madhe. Për arsye se këtij qyteti i kam kushtuar dhe talentin. Më vjen pyetja që më vjen tek kur flisi për ndjeshmërinë. Si ndjeni që nuk është më ai Pogradeci që ju keni në piktura? Po, tani Pogradeci me zhvillimet e tjera largohet nga ana piktorike, që kemi pasur qef neve, zakonisht, po këto janë gjatë e zhvillimit që nuk ruajmë. Ama ju keni një gjë që keni në fond, Pogradeci si ka qenë. Ne, po, Pogradeci si kam qenë, e kam rojtur në mendje, gjithmonë mundohem që ta pasqyroj Pogradecin si që ka qenë. Po edhe tani kemi bërë punimet të tjera duke i ndërthurur. Po kryesisht këtë temë trajtoj. Je tek Pogradeci si qytet apo ke Hoshtetën për shembull ke pikturuar ndonjëherë, Mokrën, Gorën, zonat e përreth? Po pleshisht kam punuar në Pleshisht, në Hoshtet kam bërë peizazhe, nga Vërçuni kam bërë, në zonat që kam qenë. Kam punuar. I ke fiksuar? I kam qoftë edhe me vizatime, qoftë edhe në ngjyrë. Kam ruaj në galerinë time, ruaj shumë puna. Shoh që shpesh ti je pjesë e kolonive, të shoh njëherë në Shkup, njëherë në Greqi, në zonat të caktuara, ti e ke me qejf ti ndjek koloni, ëh? Kemi vite që ndjek koloni, kam ndjekur rreth mbi 40 koloni, që janë organizuar, koloni ballkanike, koloni kombëtare. Kemi vajtur në për zona dhe e kam e qef që të njoh dhe të pasqyroj në art të gjitha zonat e Ballkanit, ku kam pasur mundësi deri tani. Kemi vajtur në Ulqin, kemi vajtur në Shkup, kemi vajtur në Ohër, dhe aty ku kemi vajtur jemi munduar të pasqyrojmë traditat e atij vendit, kulturën e atij vendit. Edhe të përfaqësojmë dënjësisht se ne kur vëmë hapim dhe ekspozita në zonën ku vëmë. Jam munduar që të pasqyrojmë dënjësisht qoftë dhe nga ana profesionale, se aty vëmë goxha piktorë që mblidhen nga gjitha trevat shqiptare dhe në fund të kolonisë vëmë dhe ekspozita. Domethënë janë shumë ekspozita, shumë koloni që ndjekim. Ti zgjedhësh që në koloni të dërgosh Pogradecin apo vizaton pikturon diçka? Kur vëmë në koloni do bëjmë vendin që vëmë. Domethënë do vëmë në Shkup, do bëjmë pamjet e Shkupit. Ose vëmë në Ulqin, do bëjmë traditat e Ulqinit. Ose kudo që vëmë, do pasqyrojmë ato traditat atij vendi që vëmë atij, se prandaj bëhen dhe kolonitë për të promovuar qoftë turizmin, qoftë edhe vendin aty ku vëmë. Po
Konkretisht, kohët e fundit ishim në zonën e Devollit dhe pasqyruam bukuritë e zonës së Devollit. Ka filluar gjitha bashkitë pothuajse që të bëjnë kolonitë të tilla. Pothuajse gjitha bashkitë u intereson njerëzve kanë arti. zhvilluar. Po, njerëzit janë artë dashës tani. Tani pjesën e artit, dashin e artit do të ta kuptoj edhe tek pjesa që pak më vonë do të pyes se sa shet ti, por si erdhi ideja që nga studioja jote të dilje në natyrë? Sa vite t'u bën që ti tashmë del këtu? Po, në natyrë që dal, kam gati 14-15 vjeç që dal nga studioja. Duke e vënë në re që unë jam piktor i life-it, që punoj live në natyrë, në shumë, nuk para punoj në studio brenda, por jam dhe piktor që ekspozoj live gjithmonë punët. Kam qef që piktura të vi sa më afër qytetit dhe kam gjetur zgjidhjen më të mirë që të jem sa më afër njerëzve. Tani, se kjo është një ekspozitë në natyrë. Kjo është ekspozitë në Nëse natyrë. një qytetar apo unë nuk blej, nuk është ndaluar Është e përvishme, jo, s'ka, kjo më tepër tregon bukuritë e qytetit Pograditit, karakteristikën, vendet tradicionale që ka. Do të thënë është në një farë mënyrë një ekspozitë promovuese e vlerave të qytetit tonë. Se jo pa qëllim mund piktoj vetëm temën e Pograditit, sepse unë si piktor mund të trajtoj shumë temat të tjera, por unë trajtoj temën e qytetit tim, që njerëzit të njihen me traditën e vendit dhe me artin nëpërmjet pikturës. Çfarë thon njerëzit? Se Pogradici vërtet është dhe qyteti i traditave të gatesës të këtyre, po Pogradici ka dhe art, dhe kësa art ata e ndjejnë nëpërmjet ekspozitës që bëjmë në natyrë. Se Pogradici ka piktor shumë të mirë. Qytetarët çfarë reagimi kanë? Qytetarët në përgjithësi kanë reagim shumë të mirë karshi pikturave, sepse dikush shikon qytetin e tij, sepse një pjesë ka nikur dhe në emigracion dhe vinë çmallen me lagjet e tyre, me shtëpitë, me bukuritë e liçenit. Edhe unë ndjej një farë kënaqësie kur ai blen pikturën time dhe emocionohet. Ja, këtu do të dile tani. Blej njerëzit, pra, faktikisht njerëzit blejnë shumë, apo pak tregon edhe se sa e duan artin. Në përgjithësi blenë piktorët, kështu. Blenë këta Qytetarët. ose qoftë edhe këta që janë të rrethave, vinë, blenë në përgjithësi, janë artëdashës. Pra, kush blen më shumë? Më shumë blenë edhe Pagracarët, po blenë Pagracarët që kanë ikur, që janë të emigruar. Kthehen pushime. Po blenë edhe qytetarët blenë, më shumë me shqiptarët kemi bërë shitje. Po thuaj? Me tuajt, marrin dhe tuajt, po marrin më shumë formatat vogla, për efekt transporti, Se do duhet t'i ngarkojnë se avion. duhet t'i ngarkojnë. Shumë interesante. Profesor, ti do të vazhdosh ti është qëndrosh këtu, po thuaj se çdo vit apo jo? Po të pak të ndërsa të kem shëndetin, se këta e kam me pasion dhe me të dua që ashtu thënë. Do vazhdojmë për sa të kemi shëndet. A ka njerëz që bëjnë kritika? Që bëjnë, nuk e di, i lexojnë pikturat në një formë tjetër dhe thonë që pse nuk e ke bërë këtë kështu, pse nuk e ke bërë ashtu? Po në përgjithësi, do të thënë, i shikojnë dhe i pëlqejnë, nuk pa kanë bërë në një kritikë, kështu. Në një që e kërë me porosia kemi bërë vendin. Kritika duhet bërë nga njerëz që marrë Ne i mirë presim, me gjithata, unë i mirë pres gjitha kritika, qoftë edhe nga ju që merr vesh, edhe nga ta i s'marr vesh, me mirë Po ai që s'merr vesh, çka kritikë do me mirë japë? sjellje mund t'i thuash për shembull që mund ta sqarosh për shembull, se përderisa Shumë interesante. Faleminderit profesor. s'ka përse falenderoj juve për intervistën.
Kastriot Leraku, po të thras me emrin e Artit Kaçi në këtë rast. Sa vite u bën që pikturon? Po fillimet e mia janë që në moshë të vogël, që në Kopësht, fillore, 8 vjeçare. Po Kopshti ka qenë frymëzimi im për të filluar artin. Frymëzimi im ka qenë Imvëlla, i cili ishte në shkollë atëre, në liceun e Tiranës, kështu që ai ka bërë një punë fillestare tek unë. Pra të shikoje vllajin të pikturonte dhe Pa tek unë domethënë premisa për të vazhduar artin. Gjithmonë vllai më stimulonte, më jepte objekte të vogla të cilat i vizatonja, ngjyrat, sepse materialet i kishte vllai. Se ishte në lice dhe më ka ndihmuar shumë domethënë në hapat e mia të para. kur ishim në Kopësht, çfarë hidhjen ato letra të ndershme? Vizatimet e fëmijëve të thjeshtat, ngjyrat, lule, figurina, gjërat e natyrës, fruta. Që do të thotë ti bëje mirë, se sot çdo fëmijë vizaton, po ti vizatoj me një teknikë Dukeshin në vend që kisha premisa dhe kisha dorë, që dell kur i thoshin fjalën. e dorën e kisha dellin e pikturës. Tani se ja bëra pyetjen pak më përpara dhe vllajt tuaj. Ndërkohë që doli një piktor, çfarë than prindrit për një piktor të dytë? Po prindrit domethënë kanë qenë gjithmonë në përkraje, edhe për mua që të vazhdoja shkollën e pikturës, pasi unë kisha dhe pasione të tjera në moshë në 8 vjeçare, për shembull merresha dhe me futboll, dhe kisha me pasion dhe futbollin. Mirë po, prindrit vërtet domethënë më kanë stimuluar që unë të vazhdoja shkollën e artit. Edhe kanë qenë vërtet domethënë që ndikuan domethënë në moshën time që unë të menja këtë drejtim. Po në shkollën vjeçare, 8 vjeçare, 7 vjeçare si kanë qenë atëherë? Po, në shkollë Ka ndjekur dikush nga mësuesit e 8 vjeçare, po kemi frekuentuar, unë për shembull kam frekuentuar Pallatin e Pionerit që ishte atëherë me kurset e pikturës. Aty kemi pasur profesori i parë domethënë që ka bërë kurset në klasë të 5 që vinim atëherë neve, Jovan Misha, një piktor i mirë i kohës i cili nuk jeton më tash. Edhe profesori i dytë ka qenë skulptori Vasko Basho, i cili edhe ai ka ndikuar tek unë për gati 2 vjet në ato kurse. Pastaj, si mbarova klasën e 8, fitova konkursin për në shkollë të artit në liceun artistik të Korçës. Në Bën Korçë. Aty kam studiuar 4 vjet në Korçë, me profesorë shumë të mirë, me skulptorë dhe piktorë të mirë. Që ishin? Roland Karanja është një nga profesorët e mi që vërtet më ka frymëzuar dhe ka marrë shumë nga arti i tij. Ka qenë Vladimir Topi, Vladimir Kaçaku, të cilët kanë qenë skulptorë shumë të mirë të qytetit të Korçës. Dhe ata domethënë janë marrë tamam me brumosjen time si artist. Përgjithsisht piktorët janë dhe skulptorë, bëjnë dhe objekte dhe skulptura. Ti i ke lulë të lëmë? Jo, me skulpturën nuk para jam marrë, thjesht skulpturë kam punuar në hapat e mia të para në shtëpinë e Pionerit, pasi Vasko Basho ishte një skulptor i Pogradecit, edhe ai na fuste në skulptura, po jo, më vonë nuk jam marrë. Kur mbarove liceun, çfarë ndodhi me ty? Pasi mbarova liceun artistik të Korçës, kam studiuar në Universitetin e Elbasanit, në degën e mësuesisë, për rreth 3 vjet. Mbasi mbarova atje, kam punuar disa vjet mësues nëpër fshatrat e Pogradecit, në Vërçun, në Beragosht.
derisa u shkëputa pastaj edhe nga Edhe ju e keni lënë me dëshirë profesionin po, u shkëputa se Ishte u mora me ngarkesë? gjëra, jo, nuk mund ta ndiqja atë, u mora me gjërat e mia personale, me bizneset e mia. Plus arti ka qenë shoqëruesi i vazhdueshëm i komplet karrierës time. Po ju, çfarë piktori jeni? Dhe ju i peizazhit apo jeni edhe diku tjetër? Po unë kryesisht tani jemi marrë me peizazhin dhe jam piktor që e dua natyrën dhe peizazhi më frymëzon më shumë nga çdo lloj. Megjithatë, dimri këtu në Pogradec është i gjatë dhe në studio bëjmë gjithçka tjetër, pastaj figurina, portrete, në një kompozim. Pash edhe ju, si vllai juaj, keni një afeksion të Pogradecit të vjetër. Në disa prej pikturave tuaja është ai Pogradeci që nuk ekziston më sot, që si tek lagja e burimave, pash një pjesë në lin, apo edhe një risjellje të një pikture të Vangjush Mios që i keni sjell sërish në punë. Po kryesisht në ato periudha ka qenë shumë e vështirë për pikturën, për ne si piktorë, sepse materialet ishin tmerrësisht të zorshme për të gjetur. Dhe gjatë gjithë kohës së shkollës, unë për shembull merresha shumë me vizatime. Edhe komplet këto peizazhe që shikon sot, që janë të Pogradecit të vjetër, janë të hedhura të gjitha me lac, me skisa që në kohën e shkollës. Ndërsa tash për shembull mundësitë janë shumë të mira. Qoftë për materiale nuk mungon asgjë dhe janë risjell të gjitha pikturat, peizazhet e vjetra të Pogradecit. Pra tani nuk mungojnë pajisjet, por Tani mungon nuk qyteti. mungon qyteti pa diskutim. Megjithatë, ato skicat e hershme të shkollës na kanë bërë shumë punët për të risjell Pogradecin me ngjyra. Pogradecin e vjetër, po me ngjyrat e sotme. Deri ku shkon puna juaj? Deri ku është kërkuar? Po punët tona kanë lëvizur në çdo vend. Të paktën këto 5 vjet që kemi filluar, që kemi dalë dhe këtu qapim ekspozite çdo vit në sezonin turistik, punët kanë lëvizur pothuajse në gjithë botën. Pogradecarët që janë në emigracion, sidomos ata që kanë ikë shumë herët dhe që e kanë jetuar qytetin e vjetër të Pogradecit, sa po shikojnë peizazhet e vjetra janë domethënë të shumë të nisur që të blejnë Pogradecin e vjetër. Ju ndihmon interneti, rrjetet sociale? Po, rrjetet sociale bëjnë atë punën e tyre. Megjithatë, ekspozita qapet këtu është nga reklama më e mirë që Dhe kemi për punën po çdo tonë. vit për të qëndruar. Pogradeci ka vërtet vizitorë në sezon. Vinë gjithë emigrantët që jetojnë jashtë dhe janë pogradecarë. Plus pasaj turistët që vinë edhe ata nuk është se ikin pa marrë diçka të bukur nga Pogradeci. Kryesisht marrin peizazhet e Pogradecit edhe si kujtim për atë vizitë që kanë bërë këtu dhe për kohën që ka kaluar në Pogradec. Ka një pyetje. Njerëzit bëjnë pazar? Po tash shqiptarët kryesisht bëjnë pazar. Megjithatë është një normalitet, janë të rrallë njerëzit. Jam mësuar me pjesën e të bëjt pazar në Po, pikturat? nuk është ndonjë problem. I dëgjojmë të gjithë domethënë se ka ardashës që sa shikon pikturën e fikson dhe nuk bën. Po kryesisht shqiptarët bëjnë pazar. Bilemi janë bërë edhe të huajt. Janë bërë edhe të huajt pazarxhin, e kanë mësuar që në Shqipëri bëhet pazar. Dhe kërkojnë Kështu uleshmëri. që neve do të vim të gjithë domethënë. Nuk është për të prish qefin për pazar, apo mjafton që ata pëlqejnë punën tonë. Dhe kjo është kryesorja. Nëse i mban mend, nëse si mban mend s'ka problem. Cila ka qenë gjëja më interesante që ke dëgjuar për pikturat e tua dhe ndonjëherë gjëja që të ka mërzitur më shumë? Po gjëja më e mirë domethënë që na kënaq, që më kënaq mua si piktor, është kur art dashësit të bëjnë domethënë vërtet qefin, po gjëja më e keqe pastaj është kur ka lloj-lloj njerëzit për shembull,
E shikon, thot, po kjo thot s'është kështu, kjo është ndryshe, se nuk mund të arri përshem se çfarë mund t'i japun te lajos time. Po. Se gjithmonë, kur rreth një pejsazh, jo gjithmonë je strikt i natyrës, dhe unë e kam qef përshem që të jem sidomos në ngjyra, dua që ngjyrat të jenë të ndrizura dhe shpërthyese. Po. Ndërsa vizatimin kam gjithmonë dëshirë ta stilizoj. Jo gjithmonë siç është natyra. Ka gjëra të cilat natyra nuk mund të t'i fali. Megjithëse Pogradeci ka një natyrë të përsosur, nuk ka nevojë fare të interpretosh shumë në pikturë. Mjafton të shikosh peizazhin dhe sikur edhe atë gjë të hedhësh të çastit është piktura del nga më të bukurat. Ti je i brez që mund ta quaj brezi i dytë i piktorëve të Pogradecit, ë? Apo jo? Po. Unë jam brezin e parë. Kush ka impresionuar më së shumti të piktorëve të Pogradecit? Po, ka piktorë shumë të mirë Pogradeci, Tasua, Vangjua, që janë vërtet piktorë të mirë dhe ata janë brezi i parë, për shembull, që neve për shembull i adhuronim. Tani jeni ju brezi i dytë, Lako besoj që dhe me Lakon e një njohur, apo jo? Po, dhe Lako ka qenë nga më të mirët Bilemi, një peizazhist i përsosur dhe një grafist shumë i mirë. I cili dhe Pogradecin e donte shumë dhe pikturonte me shumë. Ai nuk ka lënë vend pa Pogradecit, pa pikturuar dhe pa e stilizuar. Lako ka qenë një nga piktorët më të mirë që stilizonte Pogradecin me fabulën e vet. Ka çik e fëmijë? Po. Unë jam baba i 2 fëmijëve, një vajzë dhe një djalë. Të cilët po e trashëgon dikush? Vajza ka dorë, nuk e vazhdoi shkollën e artit, pasi mori një drejtim tjetër, djali jo. Djali është i apasionuar nga sporti dhe po vazhdon në shkollën e fizikulturës tash. Të vjen pak keq asnjëri nga fëmijët e tu. Se keq më vjen kjo gjë është vazhdimsi, ndërsa goca më ka kënaqur. Pra mund ta ruaj pak emrin, ë? Mund ta ruaj emrin. Se kjo gjë është vazhdimsi, ka që sot do jetoj përjetësisht, do jetoj pikturat, po. Ajo është kënaqësi, po fëmijët do zgjedhin rrugën e vet dhe unë nuk ju kam ndryrë shumë në pasionet e veta. Goca vazhdoi fizioterapinë dhe sot ndodhet në Gjermani. Po s'do ishte keq që një fizioterapiste e cila pikturon do ishte shumë interesant. Po, ajo pikturon, po me atë mënyrën e vet, po mirë do të thënë, po që se do punonte do ndjesha shumë krena. Babi këtu është për të bërë mentorin. Po. Nuk i ka munguar asnjëherë mbështetja ime. Si ke parë faktin që gjithmonë me vllajin tashmë jeni bërë bashkë, se shiko përgjithsisht vëllezërit nuk është se rrinë në një mendje kaq shumë dhe po bëjnë biznes, po keni grindje. Po duket se keni ecur mirë me vllajin. Vëllezërit asnjëherë nuk janë të ngjashëm dhe zakonisht grinde, po ne na ka bashkuar dhe besoj se ndihemi mirë këtu, kemi bërë një ekspozitë përbashkët dhe të gjithë na njohin si vëllezërit Laraku. Edhe kudo që shkojmë vëllezërit Laraku na thonë, qoftë për kolonitë, qoftë edhe këtuja. Po është mirë të kesh çfarë të ndash me vllajin. Dhe arti është gjëja më e mirë që na ka bashkuar dhe që ndajmë. Nuk na mungojnë dhe kritikat edhe lavdërimet. Gjithsesi është bukur sepse dhe diskutoni me njëri tjetrin edhe për punën. Po, ajo është gjëja më e mirë. Ajo është gjëja më e mirë se çdo punë duhet të diskutohet. Qoftë për të mirë, qoftë për të keq. A kupton? Diku mungon një gjë që mund ta kapi syrin, diku mua më mungon diçka që se perceptoj duhet po që ma thotim vëlla. Jemi gjithmonë në diskutim për të bërë më të mirën për artin tonë. Kaqim, se kjo ekspozitë është, po kështu ekspozita në galeri personale apo edhe me më shumë të tjerë keni bërë? Nuk kemi bërë, vëllai ka bërë në fillimet e tij ekspozitë personale, ndërsa unë nuk kam pas mundësi të hap një ekspozitë time personale. Punët nuk mungojnë, nëse kemi bërë goxha punë, sidomos këto 4-5 vjet që kemi marrë me kolonitë e plenerit shqiptar, kemi vajtur në shumë vende të ndryshme. Po thuaj se në Shqipëri kemi shkelur të gjitha pikat e bukura të
të Rivjerës, të historisë shqiptare, po kështu dhe në Shkup, në Ulqin. Dhe është bërë një font i mirë i këtyre pikturave që kemi realizuar në plenër. Kështu që thjesht duhet vi goditja. duhet të vi ai momenti im për shembull që ta mbush mendjen dhe punët nuk mungojnë. Duhet pak një ndikim të vogël fare. Faleminderit shumë. Faleminderit e juve. Është shumë e bukur fakti se si dy vëllezër, jo vetëm që kanë arritur të studiojnë për artin e pikturës, por pas kaq shumë vitesh, jo vetëm që kanë frymëzuar njëri tjetrin për të bërë piktor, por pas kaq shumë vitesh vazhdojnë të jenë bashkë dhe të mbajnë një ekspozitë të hapur natyrore së bashku. Në fakt, përgjithësisht Shqipëri është shumë e vështirë që dy vëllezër të qëndrojnë bashkë për shumë vite dhe për një kohë të gjatë për të bashkëpunuar, kryesisht edhe në fushën e biznesit, por në këtë rast në fushën e artit. Është akoma më interesant fakti se si shkojnë kaq mirë dhe sigurisht diskutimet e tyre vërtiten rreth artit, pikturës dhe gjithçka të bukur që ndodh në Pogradecin ton të bukur po ashtu. Edhe akoma më tepër është akoma edhe më bukur se të hapësh një galeri pikturash natyrore, tërësisht falas për ta parë nga qytetarët, tregon se sa pogradecarët janë sigurisht edhe tolerues në këtë rast. Nëse në botë do të ndodhte diçka e tillë, sigurisht që besoj do të ishte me bilet, ndërsa tek ne ndodh falas. Të shumt janë vendasit dhe sigurisht të huajt që ndalojnë, shikojnë dhe blejnë diçka. Dhe tashmë Pogradeci, natyra e Pogradecit dhe Pogradeci i vjetër është i përhapur pothuajse në të gjithë botën. Faleminderit që qëndruat me ne edhe kësaj here, duke shpresuar që të shihemi në gjëra më të bukura bashkë në të ardhmen. Mirupafshim.